Të uta tha një gjë shumë të bukur, duke qenë komunitet i vogël, s'ke të drejtë zgjedhja. Jo vetëm kaq, ja ta mbaroj. Jeta Përveç kësaj. Ka më shumë njerëz dhe ti zgjedh. Unë fakti kisha tjetër kund. Duke qenë komunitet i vogël, ato fillojnë për fat keq merren me fjalë me njëri tjetrin. Fillojnë pra krijohet një lloj vorbulle, mentaliteti. Jo mund të bëjnë mundësit janë më të pakta, sepse duke qenë një hapësirë shumë e madhe, njerëzit nuk e njohin shumë njëri tjetrin. Jeta është më dinamike. Më shumë e thashë theme, a? Gjysma e djemve të fshatit vajten kollovar në qytet. Pse? Se vajzat e qytetit si mirnin çunat e qytetit edhe u detyruan me në fshatarët. Dhe kështu jetuan të lutur për gjithmonë. Edhe jemi në të fshatë e gjeku jemi. Se morën çunat e fshatit. Bravo fshati, bravo. Ne do bëni meme sa të diskutojmë. Ka që morën çunat e fshatit, u rrit numri divorceve. Ne do im në histori sot. Kollovar për shembull. Kollovar, ë? I meni vajzat e Kjo qytetit. ishte e madhe fare. Po, Rilinda si i matë në infrashri, poemën më të bukur e ka bërë për fshatit. Pse nuk e bëri për Sarandën? Ai punonte ish drejtor dogane në Sarandën. Po ka të tjera. Pse se bëri për Përmetin, pse se bëri Po për nuk është Tiranën? më i madhi në infrashërit, lutem. I Rilindja Sparta shumë. Rilindja tani ka të tjerë. Nuk e din, s'ka lidhje me rilindjen tani. E shiko se s'kan qa përgjigje të kthejnë edhe... Jo, përgjigjet janë... Lasgushi për shembull nuk ishte në fshati. Atë desha të përmendja dhe unë. Ne kemi një shkrimtar Lasgushi? jashtëzakonshëm që është Lasgush Porat.